punoj si manekene edhe jam Miss Elite e Kosova. Jam shumë i sinqert menoj, jam shumë familjare edhe jam mene hapun. Përshëndetje. Si je, e mirë? Mirë, faleminderit. Jemi për emisionin 05, prej nga jeni? Jam nga Peja. Nga Peja? Po, jetoj në Gjermani. Rregulla, vëm tregon edhe so ku jeni tashmë në pushime? Se jemi kej në fund sezonit verut. Deri në fund javës. Deri në fund javës. Rregull, unë jam sot në Prishtinë për pyetjen. Na përshkruaj veten me 3 fjalë. Si e përshkruan ti ose si të përshkruajnë të tjerët? Okej. 3, apo? 3, nëse do edhe 2 ose më shumë. Okej. Jam shumë i sinqert menoj, jam shumë familjare edhe jam mene hapun. Okej, do me thonë, e qetë, familjare, e sinqert, realisht. E sinqert. Po edhe e qetë, po besoj je. Edhe Këtë është tu, fakt, nashta po edhe jo. Edhe jo, një temperamente? Po, besoj shumë. Se, qka të nxjerr prej vetës ty? Që kam dhirë prej vetës, njerës negativ? Kupton ti je pozitive edhe duron veç energji pozitive. Po, kam qej veç njerës pozitiv mi pas për rreth edhe me shiu jetën maksimum. Rregulla, po më tregon, ka persona negativ që ti ke njoft ose ke pas rreth vetës? Po, gjithçysh, ka pas persona, menoj se ka gjithkuna si lloj persona, amo... Si e largu, ose si ke distancu ata prej teje? Blok. Vetëm blok edhe? Vetëm blok edhe kaq, se nuk Ka jam... insistu ata pak më shumë? Po, ka pas raste që kanë tisht me folë, se me vizitu më shumë. Amo Nuk i ke e mundësi. E jo. Rregull, me këto ta kuptojmë që një femër si ti nuk e jep shancën e dytë? Jo. Jo. Në asnjë aspekt. Varet, këtë besoj jena njerës edhe gabojna, amo jo ndo gabime që nuk i falje. Okej. Talim pak, ta flasim pak më vonë. Mirë po, na trego çka punon, me çka merresh? Unë jam office manager edhe punoj si manekene edhe jam Miss Elite e Kosova. Miss Elite Kosova. Rregull, cilin vit? Qëtë vit? Tash, këtë vit. Tash, po. Rregull, turojmë realisht për këtë çmim që je përzier. A më tregon çfarë ndjenje për ty? Çfarë ndjenje për ty që e ke fitu këtë vend? Më falë, është shumë e mirë, sidomos që ku mor pjesë në Kosovë, jo në Gjermani ose vende tjera, edhe jam shumë happy, s'kam që të shtoj. Rregulla, po më tregon, e ke mendu ndonjëherë ose realisht si ke fillu me modelizën? Ja kum nisë në Gjermani, aty kom morë pjesë me do videoklipe, reklama për televizor, edhe jam kun manekene, kom bu photoshooting për Velo. Velo, po, edhe ashtu ja ka fillu. Rregull, ti the që bën edhe reklama, ke bo reklama veshjen Velo. Po. Një voj si ti. Pyetjen e kam për shikuesit e emisionin 05. Është në lidhje apo si e sheh një mashkull ideal për ty në rast se nuk je në lidhje? Jo, nuk jam në lidhje. Që me ta vesh dikush Velon realisht. Si duhet jetë ai mashkull? Besoj që jam shumë selektive. Po. Edhe duhet jetë shumë familjar, shumë i sinqert, shumë besoj edhe i drejt për drejt. Pëlqen njerëz që folin çato që e menojnë. Po drejt për drejt. Fillim ti nuk e ceke që je drejt për veten, je edhe ti drejt për drejt apo jo? Besoj që jam e drejt për drejt. Edhe ti. Po. Do me thonë dëshiron që realisht ta gjesh një person thuajse ngjashëm me ty. Po. Nëse të pyesën, a duhet jetë mashkulli realisht i dashur i jot vetëm shqiptar apo jo? Po, e preferoj më konë vetëm shqiptar, se ashtu e ndjej, se kena shumë senet përbashkëta edhe, ja, kam qef me pas... Si janë preferencat e tua? Na trego pak më shumë. Preferencat Për një mashkull, normalisht. Për aspektet karakterit, Gjitha aspektet, çfarë do lloj aspektet e çdo? Unë jam shumë e gjatë, menoj nështë më konë më i gjatë si une, ose si une të pakten.
Zeshkan, s'po di, okej, to është pika mendive të mirë, rahat me to. Nëse po më ndi rahat edhe e shoh veten edhe të ardhmen me to, atëherë, jas. E ceket që merresh me modelizëm. Tash për shembull, i dashuria të duhet jetë patjetër, ndoshta thuaj se profesionin e gjashëm ose diçka që merret me showbiz, fytyrë publike, si do të qoftë. Jo, asnjëherë, nuk ka nevojë më bë diçka të njëjtë si unë. Po, çfarë lloj profesioni që ka është okej. Jam shqiptar, çfarë do të punoni, veç shqiptar me ka, edhe është në rregull. Edhe sinqert, edhe familjar, po. Në rregull. Për fund, a ke një përshëndetje për gjithë ata që po e shohin këtë video? Ju uroj çdo kujna suksese në jetë edhe pushime nëse janë hala në Kosovë ose kudo që të janë pushime të këndshme edhe stay positive. Në rregull, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit, edhe faleminderit për juve shumë.